6 maj. Njohuria më e qartë sjell gëzim më të madh. Atëherë tërë populli shkoi të kremtoi me hare të madhe, sepse ata I kishin kuptuar fjalët që u ishin shpjeguar. Nehemia 8:12. I vetmi gëzim që reflekton vlerën e Perëndisë dhe shprehet bujarisht në dashurinë që përlufton Perëndin, është gëzimi I rrënjosur në njohurinë e Perëndisë. Nëse njohuria jonë është e vogël apo e mangët, gëzimi ynë do të jetë një jahon e dobët e përsosmërisë së vërtetë të Perëndisë. Përjetimi I Izraelit e Nehemia 8:12 është një model se si gëzimi që e lavdëron Perëndin ndodh në zemrën tonë. Ezdra u kishte lexuar njerëzve fjalën e Perëndisë dhe levitët ua kishin shpjeguar atë. Pastaj njerëzit u larguan të kremtojnë me hare të madhe. Ky kremtim me hare të madhe ndodhi sepse ata I kishin kuptuar fjalët e vërteta të Perëndisë. Shumica prej nesh e kemi shijuar këtë përjetim në zemrën që na digjej nga gëzimi kur fjala e Perëndisë u hap para nesh. Luka 24:32. Jezusi tha 2 herë se I mësoi dishepujt për hir të gëzimit të tyre. Gjoni 15:11. Këto gjëra ju a kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë I plot. Gjoni 17:13. I flas këto gjëra në botë që të kenë gëzimin tim plotësisht në veten e tyre. Gjëja kryesore që shohim është vetë Zoti, vetë Perëndia që e ofron veten e Tij për ta njohur dhe për ta shijuar. Në Shilo, Zoti I shfaqej Samuelit me anë të fjalës së Zotit. Libri I parë I Samuelit 3:21. Ideja është që nëse gëzimi ynë do të reflektojë lavdinë e Perëndisë, atëherë ai duhet të rrjedhë nga njohuria e vërtetë se si Perëndia është I lavdishëm. Nëse duam që ta shijojmë ashtu si duhet Perëndin, duhet ta njohim atë me të vërtetë.